Përshëndetje miq të nderuar. A do të pëlqas lufta midis Turqisë dhe Izraelit? Është pyetja e cila kohëve të fundit po shtrohet në qarqe shumë serioze, të rëndësishme dhe vendimmarrëse të politikave ndërkombëtare. Në këtë video unë sonte do t'i jap përgjigje kësaj pyetje në formë analitike, ama serioze, bazuar në fakte dhe në leximin e historikut të marrëdhënieve midis Turqisë dhe Izraelit, implikimet e këtyre marrëdhënieve si dhe valvimet e raporteve turko-izraelite në 2-3 dekadat e fundit. Pa e njohur edhe këtë valvim dhe këtë raporte në 2-3 dekadat e fundit, është e pamundën që t'i jepet përgjigje adekuate pyetjes se vërtet a do të pëlqas lufta midis Turqisë dhe Izraelit. Shikoni të nderuar. Me 10 qershor, presidenti Erdogan e mban një fjalim gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të AKP-s. Fjalim i cili bëri jehon dhe kumboi shumë në mbar botën. Është interesante se për gjatë 106 viteve të historisë, të ekzistencës së Republikës së Turqisë, asnjë president e lema të tjerët nuk e kanë shprehur vizionin shtetëror për sigurinë e Turqisë me fjalë kaq të ashpërta siç ka bërë Erdogan. Ai tha kështu: Siria dhe Libani janë vende që i përkasin gjeografisë, dashurisë dhe vllazërisë ku bën pjesë edhe Turqia. Po e tham tekstualisht për shkak të rëndësisë së saj. Damasku dhe Bejruti janë qytete motra të Stambollit. Siguria e Turqisë nuk fillon vetëm nga Hatay, por edhe nga Aleppo, nga Halebi, nga Damaski dhe Bejruti. Shiko, ha? Ne nuk do të lejojmë që në vendet e vëllezërve tanë të imponohen realitetet të reja dhe ne nuk do të mbyllim syt në asnjë moment para cili do agresor kundër tyre, respektivisht kundër Turqisë. Mos na kërcënoni, thot Erdogan. Ne i njohim mirë qëllimet tuaja dhe i dim se çfarë po synoni. E dim gjithashtu se ku synon të përfundoj ideja e tokës së premtuar izraelite. Me ndihmën e Allahut, ne kur nuk do të lejojmë të realizohet ai projekt. Askush të mos gaboj të ndjek avantura të rrezikshme dhe as të rreshtohet pas rrjetit cionist të vrasjeve makabër. Nëse cenohet të drejtat e Turqisë ose të turqve kudo qoftë, e sidomos atyre Çipriot në mesdheun lindor, përgjigja jon do të jetë shumë e qartë, ama kësaj radhe do të jetë pa paralajmërim dhe më e ashpër sa ju mund të imagjinoni. Të dashur miq, nga kudo që po më përcjellni, seriozitetin e deklaratës kumbuese që bëri jehon në botë të Erdogan po e kuptoni nga rreshtat të cilat i lexova. Ndikimi i kësaj deklarate ishte aq i madh sa që Netanyahu reagoi vetëm 1 orë më pas, ku i u përgjigj edhe më ashpër Erdoganit. Po atë ditë, kur presidenti amerikan Donald Trump u pyet për deklaratën e Erdogan dhe të Netanyahut, tha nuk kam qenë në dieni rreth këtyre deklaratave. Duke thonë më pastaj se marrëdhëniet e mira me Erdoganin
janë aq të forta sa unë qëllimisht dua të shmangem çfarëdo përgjigje tjetër në raport me problemin turko-izraelit. Në fakt, deklarata e Erdoganit nuk ishte thjesht teorike, sepse Turqia ka kohë që po jep sinjale se ka ndryshuar konceptin e saj mbi kërcënimet dhe modelin e sigurisë kombëtare turke. Ajo është duke u zgjeruar në të katër anët e botës. Përveç Erdoganit, vijnë edhe 2 deklarata të tjera të rëndësishme të kësaj fryme dhe të kësaj peshe në jehon. Një ditë para Erdogan, Devlet Bahçeliu, kryetari i MHP-s, flet edhe më ashpër, ndërsa një ditë pas deklaratës së Erdogan nga Ministria e Mbrojtjes e Turqisë, Admirali Zeki Aktürk thot se jemi duke përcjellur sekond për sekondi dhe milimetër për milimetër çdo lëvizje që është duke e bërë Izraeli në ujrat e detit Mesdhe, në Mesdheun lindor. Tëri këto është puna bazuar në deklarata. Tash, po e nisi analizën e kësaj dhe të frikës që ditë e ma shumë po rritet në botë, nga kërcënimet serioze që janë duke u bërë nga të 2 palët këto. Në marrëdhëniet ndërkombëtare, ekzistojnë momente kur rivalitetet e reja lindin para syve të njerëzve, mirë po, një numër i madh i tyre nuk i perceptojnë e as i identifikojnë me kohë peshen dhe rrezikun e tyre. Luftrat zakonisht nuk fillojnë në momentin kur dëgjohen krismat e para të pushkve. Në fakt, ato fillojnë shumë më herët në laboratore strategjike, në doktrinat e sigurisë, në aleancat ekonomike që krijohen në nhije dhe në ndryshimet e perceptimeve të elitave politike të vendeve të cilat nesër do të futen në luftë. Sot, shikuar në lindjen e mesme dhe në Mesdheun lindor, këto vende po kalojnë në një transformim të këtill që po krijohen aleanca, transformime, ndryshime rapide, por që përveç Erdogan, i cili kumboi me deklaratën e tij, deri më tani askush nuk ka folë për rrezikun dhe për rrezikun e një kërcënimi të mundshëm që është duke e përgatitur Izraeli kundër Turqisë, duke përdorur edhe vende të tjera të rajonit. Nëse gjatë dekadave të fundit vëmendja ndërkombëtare ishte përqendruar kryesisht tek rivaliteti arabo-izraelit, tek programi bërthamor iranian, apo të luftrat civile në Siri, në Irak, dhe tek problemet të tjera të lindjes së mesme, tash më po shfaqet një bosht i ri tensioni që mund të përcaktoj jo vetëm sigurinë e rajonit në dekadat e ardhshme, por edhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Fjala është për rivalitetin strategjik kaq të rrezikshëm turko-izraelit. Këtë temë unë e paralajmërova dje në hyrje të videos së djeshme, ku ju thash se për sot do ta shpjegoj gjithë atë që duhet kuptuar, duke mos lënë hapësira për spekulime, e ndoshta duke shërbyer kjo analizë për të interesuarit që japin deklarata dhe bëjnë analiza në për studio televizive shqiptare, që të jetë, mos të them një kandil, por një material shtesë që do t'ja ndriçonte realitetin e asaj që po ndodh në rajon, në raportet turko-izraelite.
I them këtë fjalë sfiduese për shkak se analiza ime sot do të përqendrohet në fakte dhe vetëm në fakte, larg spekulimeve, larg titujve bombastik të medjave dhe larg analizave të njerëzve të cilët për arsye të ndryshme i krijojnë dhe i botojnë ato që të tërheqin vëmendjen e lexuesve të tyre. Për herë të parë, që nga themelimi i Republikës së Turqisë, udhëheqja turke tani më është duke artikuluar publikisht një koncept të ri të sigurisë kombëtare, sipas së cilit siguria e Turqisë, pra, siç thash në hyrje, nuk fillon në kufijtë e saj shtetënor të njohur botërisht, por fillon në hapësirat larg e përtej atyre kufive, në hapësirat për rreth saj, në hapësira strategjike. Në këtë vizion të ri, si shihet, Halebi në Siri, Damasku, Bejruti, Qipro, Tripoli, Karabakh, Sarajeva, Prishtina, Shkupi, Tirana dhe madje Mogadishu në Somali e deri te Oqeani Indian atje, të gjitha këto vende dhe këto emra shihen si pjesë e një mjedisi sigurie që ndikon drejt për drejt në interesat jetike të Ankaras. Në një kohë kur Izraeli po kalon një transformim të ngjashëm, këtë rrezikun për luftë të mundshme e bën edhe më të madhe. Sidomos pas sulmeve të 7 tetorit 2023 dhe më pastaj fillimin e masakrave, luftës, gjenocidit në Gaza, elitat strategjike izraelite kanë filluar të ndërtojnë një arkitektur të re sigurie për Izraelin, që shtrihet gjithashtu përtej kufive tradicional të shtetit hebre. Pra, me një anë Turqia, përtej kufive të vetë gjeografik të njohur botërisht, pas luftës së 7 tetorit edhe Izraeli e sheh sigurin e vetë kombëtare larg, shumë larg kufive tradicional të vetë. Në këtë kuadër, pra, bashkëpunimi i Izraelit me Greqin dhe me Qipron greke në syrin e Ankaras dhe në syrin e vëzhguesve të këtyre raporteve të midis këtyre dy vendeve, kanë marrë një rëndësi të veçantë. Përse e përmenda Greqin dhe Qipron greke, do të shihni në minutat në vazhdim. Kështu, shqiptar, nga kudo që po më përcjellni. E përsëris një fjali të cilën e kam thënë disa herë. Për herë të parë, që nga shpërbërja e perandorisë osmane, dy fuqit më të mëdha ushtarake të mesdheut lindor po fillojnë të perceptojnë njëra tjetrën jo si partner potencial, por si rival strategjik me përmasa të një armëtësie të cilat, edhe nëse jo gojarisht, në bazë të veprimeve të tyre, po shkojnë drejt një ballafaqimi ushtarak. Sonte në këtë video me izën e Allahut të madhreshëm, domosdo do të analizoj edhe rrënjët historike të këtij rivaliteti që tashmë veç ka mugulluar. Do të flas për faktorët që po e ushqejnë këtë rivalitet dhe natyrisht për pasojat që mund të ketë rajoni, Evropa e domosdo edhe gjeografia shqiptare. Nëse koncentroheni dhe me shpresën se nuk i keni harruar videot e mia në lidhje me Turqinë, do të keni vërejt sigurisht atë që e kam thënë radhazi se Turqia në 2
3 dekadat e fundit, vazhdimisht është munduar të shmanget ndërhyrjeve në zhvillimet e ndryshme në vendet fqinje. Megjithatë, ndryshimet rajonale, me rastin e Sirisë dhe të disa hapësirave të tjera në Kaukaz dhe në lindjen e mesme, Ankaraja e sheh se nëse më parë ka paguar çmime të larta për ngjarjet që ndodhnin në rajone të ndryshme përreth saj, tani më do të reagoj. Dhe nga këto lind ajo që e përsërita 2 herë. Siguria kombëtare e Turqisë, bazuar në qëndrimet e Ankaras zyrtare, nuk ruhet brenda kufive të saj të njohur botërisht, por ruhet me patjetër, me çdo mjet të cilën e posedon në hapësiren me interesa të thella strategjike jashtë dhe larg kufive të saj. Me ardhjen në pushtet të AKP-s në vitin 2002, nëse nuk gaboj, Turqia fillon të ndjek në mënyrë aktive zhvillimet e lindjes së mesme, zhvillimet e ndryshme në Ballkan, në Kaukaz edhe në Afrikën Veriore, ndërsa në 3 vitet e fundit shumë aktive dhe në Afrikën Qendrore, atje ku është ballafaquar dhe ka dalë fitimtare ndaj prezencës mbi 100 vjeçare të Francës dhe ndaj përpjekjeve të vazhdueshme të Rusisë që edhe ajo të merr ndonjë copë të pogaçës afrikane ekonomike dhe strategjike. Gjatë 5 viteve të fundit, Ankaraja forcon praninë e saj pra ushtarake dhe ekonomike e diplomatike në rajone të ndryshme që për Turqinë janë me vlerë historike dhe strategjike. Zhvillon aktivitete të ndryshme, fetare, kulturore, ekonomike, financiare, shëndetësore, pastaj kulturore dhe të gjithëmbarshme që do t'i hyjnë në interes asaj. Krijon mekanizma brenda, të cilët i qet jashtë, i aktivizon jashtë kufive të vetë dhe nëpërmes këtyre mekanizmave, si TIKA, shkollat e ndryshme, institucionet kulturore të ndryshme, bamirësie, ushtarake dhe ekonomike, do të përdoren më pastaj. Fjalën e kam për 10 vitet e fundit si këmbë të reja turke mbi të cilat do të krijohet vizioni dhe konkretizimi i këtij vizioni turk në të gjitha rajonet ku më parë ka qenë e akomoduar perandoria osmane. Kështu, në Siri dhe në Irak, pastaj në Mesdheun lindor, përmes marrëveshjeve të thella, në qindra miliarda dollar me Libin, aty ku shfaqet një faktor ndër më të rëndësishmit dhe më ndikuesit më pastaj të politikës së jashtme turke. Pastaj, ndërhyrja e saj në luftën e dytë për Nagorno-Karabakh, ku vetëm mbështetja e Turqisë, e ndoshta edhe pjesëmarrja aktive e armatës turke i japin fund një konflikti afër 100 vjeçar ku Azerbejxhani fiton dhe ndryshohen aleancat dhe balancat rajonale për 100%. Për te këtyre rajoneve, në Ballkan dhe në Afrikë, ka kohë që ka rritur ndikimin diplomatik, kulturor, fetar, ekonomik dhe të gjithëmbarshëm. Dhe nëse e shikon nga perspektiva tjetër tani, izraelite, e sheh se Izraeli po në këto vende mundohet që ta shtri ndikimin e vet. Pas luftës në Gaza, miq të dashur,
Pas luftës në Gaza, bazuar në këto zhvillime të cilat po bëhen viteve të fundit, në Turqi është përhap bindja se pikërisht Izraeli përbën një kërcënim të drejt për interesat strategjike turke. Arsyet të cilat përmenden në për analiza dhe studimet turke janë operacionet ushtarake izraelite në Siri, qëllimshëm për të destabilizuar këtë raportin aq të ngushtë sikur të ishin një shtet midis Turqisë dhe Sirisë. Pastaj, prania dhe ndikimi i Izraelit në Liban deri në përmasa shkatërruese, ku mbi 30% të Libanit e ka marrë në kontroll dhe afër 50% të Libanit e ka bombarduar. 3. Që është më e rëndësishmja dhe më e frikshmja për Turqinë, bashkëpunimi i Izraelit me Greqinë dhe me administratën greko-cipriote. Natyrisht, frika se Turqia po e rrethon strategjikisht Izraelin nga deti dhe toka, të njëjtën frikë Turqia e sheh nga e njëjta perspektivë frike, Turqia e sheh Izraelin. Prandaj po them se ky shpjegim larg termeve bombastike kërsiti lufta shpërthej bomba, lufta e tretë botnore, ka karakter analitik i përmbajtshëm dhe i bazuar mbi fakte të balancuara dhe të bazuara në teren. Nga që ky këndvështrim miq, të cilin Turqia e sheh Izraelin, Damaski, Bejruti dhe Jerusalemi konsiderohen pjesë të njëjtës hapësirë gjeografike që e sheh Turqia si interes të vetin strategjik. Përrjedhoj, destabilizimi i Libanit ose i Sirisë shihet si një kërcënim përfundimtar dhe i pari nga ku më pastaj duhet të lëviz armata turke. Ky është percepcioni dhe analiza aktuale më e rëndëmt ndër analistët dhe ekspertët e njohur turk dhe të qarqeve vendimmarrëse politike, ushtarake dhe diplomatike turke. Prandaj, Ankaraja vazhdimisht bën përpjekje që ta ndalon zgjerimin e ndikimit Izraelit, qoftë nëpërmes diplomacisë, qoftë nëpërmes ndikim që po e bën Izraeli, qoftë duke u bazuar në raportet e saj të pakushtëzuara me Sheban apo forcime të ndryshme ushtarake dhe teknologjike në Azinë Qendrore e sidomos në Kipro. Një është mëse e sigurt, kufijtë e sigurisë së Turqisë kanë ndryshuar. Turqia i ka këta kufijtë e njohur, por po flas, kufijtë e sigurisë strategjike të Turqisë ma nuk janë ato që kanë qenë. Ma mërmenja se jam i qartë. Koncepti turk i sigurisë tani më nuk kufizohet vetëm brenda asaj që i lën si kufi Turqisë në marrëveshjen e Lozanës. Në këtë logjik, e cila është evidente, dhe të cilën po mundohem ta shtroj para juve, pjesa e hapësirës së sigurisë së Turqisë me peshë aq të madhe për shkak të cilës lëviz armata turke konsiderohen një, Libia dhe Siria në lindjen e mesme, Kipro në mesdheun lindor, pastaj Siria në kufijtë e saj,
Kaukazi domosdo me një nivel më të butë tensioni dhe ekspozimi është Bosnia dhe Hercegovina e në këtë kuadër hë edhe Kosova e Shqipëria në Ballkan. Nalt e ka detin e Zi dhe poshtë sidomos Nigjerin, aty ku është rezerva ndër më të mëdhat në botë të uraniumit e më së shumti tani më së fundmi edhe në Somali. Lëvizjet e fundit në Shqipëri, problemet do si do, të cilat po I njohim të gjithë në Ballkan, janë duke u vëzhguar shumë thellë dhe shumë seriozisht edhe nga lupa politike, diplomatike dhe ushtarake turke. Çdo ndryshim I madh strategjik në qeto zona për Turqinë interpretohet si kërcënim ndaj interesave të sigurisë së saj kombëtare. Shikuar nga që kjo perspektiv, së minuta u boe, tensioni turko-izraelit do të shiku mpreht me vëmendje, pa ja dhon as anej as andej, për shkak se rivaliteti strategjik ndërmjet dy vendeve nuk ka gjasa të përfundoj shpejt të zgjidhet kjo çështje, edhe me intervenimin e shëbave, apo të Kinës, apo të Rusisë, por në të njëjtën kohë, Kina, Rusia dhe shëbaja, mbase edhe Evropa, si pjesë që është antare shtetet e saj, antare të NATO-s, po mundohen me të gjitha mënyrat dhe mundësi që I kanë që ta menjanojnë ndonjë përplasje e cila do t'i prishte të gjitha ekuacionet strategjike dhe politike të rajonit lindjes e mesme, të mesdheut Kaukazit dhe më gjerë. Prandaj, une them, Turqia me marrëdhëniet e saj, të cilat tani I ka mjaft të ndosura me Izraelin, është duke e parë Greqinë, kohëve të fundit, si një fund I asaj që nuk do të duhej të bënte Izraeli dhe si një fillim I reagimit serioz të Turqisë. Pas sulmit Izraelit ndaj flotës së qëndresës që u bë pranë brigjeve greke, pastaj rrëmbimi I dhjetra aktivistëve që ishin në flotën e qëndresës këtë të fundit dhe lënien e anijeve të tyre që të valviteshin në det, në detin e hapur, Turqia tash e ka shumë të qartë se Greqia është renditur në një saf, në një rand diplomatik dhe ushtarak me Izraelin dhe po e kërcënon Turqinë. Aktivistët që janë zbarkue në ishullin e Kretës, përshka e thash ato? Përshka se aktivistët që janë zbarku në ishullin e Kretës, I cili ndodhet brenda ujrave territoriale evropiane, të gjithë ata thonë se Greqia, ushtar grek dhe polici greke e ndihmuan Izraelin në këtë operacion që të ndërhy dhe të hedh në detin e hapur. Këtë nuk e pretendon vetëm Turqia, por edhe media të njohura në botë, të cilat flasin se ka pas tortura të lahtarshme mbi aktivist turq dhe nga mbar bota që ishin nis me flotjen për në Palestinë, për në Gaza. Kjo
ngjarje e fundit. E shtron pyetjen. Përse Greqia vazhdon marrëdhënie kaq të afërta me Izraelin, në një kohë kur shumë vende evropiane po i rrisin kritikat e tyre ndaj politikave të Netanyahut dhe cilat janë dimensionet e këtyre marrëdhënieve kaq të thella që e bë midis Greqisë dhe Izraelit. Natyrisht, përgjigjja vjen nga Ankaraja, po flas nga perspektiva e Ankaras. Puna po shkohet drejt atje sa Greqia e krekosur si kur gjeli, nga afërsia e saj dite më shumë me Izraelin, po përgatitet që ti merr edhe më shumë ishuj përgjatë brigjeve të Turqisë. Marrëdhëniet pra midis këtyre dy vendeve mesdhetare tani, si rezultat i aktivitetit politik të Izraelit që është duke bë, janë thelluar ngjashëm, sikur më parë para vitit 1974, atëherë kur Turqia detyrohet për të shpëtuar qytetarët turq, të cilët jetonin në Çipër dhe të cilët ishin nënshtruar një dhunë dhe shfarosje sikur tani palestinezët në Gaza, Turqia merr vendimin të papritur për askë në botë dhe e invadon Çiprën veriore dhe e shpëton popullin turk. Ndër çështjet historike, miq, që vazhdojnë pra të krijojnë tensione midis Greqisë dhe Turqisë, ende kanë mbet Çiproja, ende kanë mbet pelgu kontinental i detit Egje, pastaj problem i madh militarizimi i ishujve që janë mbush deri në fyt me armë dhe armatim e teknologji ushtarake izraelite dhe franqeze. Egjipti e patnis po u rregulluan punët me Turqisë dhe i tërheqit të gjitha nga aty. Greqia tradicionalisht, historikisht, dihet se vazhdimisht ka kërku ndihmën e shteteve për të balancuar rivalitetin e vet me Turqinë. Pas shpërbërjes së perandorisë osmane, në lojë futet Serbia e sidomos Rusia, ku janë të njohur dëbimet, egzodet, vrasjet masive të muslimanëve të cilët kishin mbet në Ballkan pas tërheqjes apo dëbimit të perandorisë osmane. Fillon egzodi, shfarosja, vrasja e shqiptarve në Greqi, njëjtë sikur edhe në pjesë të Ballkanit. Pra, e thash këto për të treguar se për Turqinë afrimi kaq i madh i Izraelit me Greqinë e hek pluhnin e kujtesës të armiqësive greko-turke të cilat janë që nga fillimi i shekullit 19. Në vitin 2012, ta përmeni edhe këto, Izraeli dhe Greqia fillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake në mesdheun lindor, në fushën ku më pastaj do të zbulohen rezerva të mëdha të gazit nën ujor, më pastaj e zhvillojnë aktivitetin e tyre në energji, në siguri, në mbrojtje e në fund administrata greko-qipriote i bashkohet këtij partneriteti dhe veç sa nuk i kanë shpallur luftë frontale Turqisë. Çuditërisht, në vitin 2019, edhe SHBA-ja
me një farë forme apo tjetrën i bashkohet që ti partneritetit të ri, me gjithate Shëbaja për shkak të rrezikut dhe interesave të saja në lindjen e mesme dhe interesave të saja që lidhen shumë ngushtë edhe me raportet e saj me Turqisë, këtë rivalitet të reshe Qipro, Greqi, Izrael e sheh me një sy si në interes të vetin për shkak të përpjekjeve amerikane që Greqin të mbaj sa më largë Rusisë, por në anën tjetër, me synin tjetër, bëhet kinse nuk isha dhe nuk u jep mbështetje të drejt për drejt. E shikon në raportin e Greqisë me Izraelin. Greqia vazhdimisht është duke blet dron të markës Hepon, pastaj stërvitje të mbrojtjes ajrore Davids, Sling, të cilat i bojnë shpesh, pastaj raketa Spike apo Spike që i blen nga Izraeli dhe pajisje moderne, ushtarake, të cilat her Greqia i ekspozon dhe nëpërmes medjave të cilat i kanë nën kontroll, i çon sinjale Ankaras se ditën e zezë nuk e kije largët. Po e la këtë zhvillim greko-Ciprioto-Izraelit, por të kthyer sërish të një bashkëpunim tjetër të cilën Izraeli është duke e bë brenda kësaj hemisferës së interesave gjeostrategjike për Turqinë. E kam përmen edhe në videot e kaluara. Izraeli është duke bërë investime, lobet hebreje, investime të mëdha në Azerbejxhan. Edhe për shkak të Iranit, por edhe për shkak të Turqisë, për ta marrë nën kontroll Azerbejxhanin, por investimet më të mëdha dhe që konsiderohen për Turqinë, më të rëndat dhe më të rrezikshmet janë investimet dhe raportet të çuditshme që është duke i bërë Izraeli me vendet turke të Azisë Qendrore. Për shka thash më të rëndat dhe më të rrezikshmet për Turqinë? Sepse Turqia e di se aty është Amerika. Amerika është gjithkund ku shkel fërkema e Izraelit, po për shkak të bllokimit të mundshëm të rrugës së Mëndafshit, për të cilën aq shumë ka investuar Kina dhe për të cilën është në gjendje Shëbaja të prish edhe më shumë aleancat e veta me miqët e vjetër dhe të krijoj aleancat të tjera me vendet arabe për ta qit jashtëloje rrugën e Mëndafshit dhe për ta kthyer në lojë një rrugë tjetër të cilën më lehtë do ta mbante nën kontroll. Rrugën që do të kalonte nga India këndej tek Arabia Saudite, nëpërmes Oqeanit Indian dhe më pastaj të del në Izrael dhe nga Mediterani në Evropë. Që ky problem i qësaj rrugë, i qëti rivaliteti Izraelito-Turk në synin e analistëve dhe ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare shihet si një arsye e logjikshme, mos të them e mjaftueshme, që lejon frikën e një konfrontimi ushtarak midis Turqisë dhe Izraelit. Ishujt në midis Greqisë dhe Turqisë. Siria, Azerbejxhani, Azia Qendrore
vendet e Afrikës e sidomos Somalia që është në hyrje të detit të Kuq. Maton, detit është Babul Mandab dhe rajonet të tjera, dhe së fundmi edhe përpjekjet e Izraelit që të bëj të pamundurën edhe në Ballkan e sidomos në Shqipëri për Turqinë, të gjitha këto janë sinjalet të fuqishme se Izraeli është duke punuar me Francën, me Greqinë, ndoshta me Amerikën dhe me vende tjera për një përgatitje frontale nesër me Turqinë. Të nderuar miq, për shumë dekada, ndoshta nga lufta e dytë botnore, teori të ndryshme klasike të marrëdhënieve ndërkombëtare e përkufizonin sigurinë si mbrojtje të kufive shtetënor dhe të sovranitetit të brendshëm territorial. Por, që nga pas lufta e ftohtë, koncepti i sigurisë fillon të zgjerohet. Sot, shtetet nuk mbrojnë më vetveten duke i mbrojt kufit e tyre fizik, por edhe duke i mbrojt dhe duke i shti në dorë korridoret energjetike. Pra, miq, shtetet sot e kufizojnë sigurin e tyre duke i siguruar dhe shti në dorë korridoret energjetike, duke i siguruar dhe shtije në dorë edhe rrugët detare, edhe zonat të drënshme bregdetare, Sazan e Zvërnec e Korfuz e vendet të tjera në botë. Pastaj, duke zhvilluar rrjetet teknologjike, duke forcuar hapësira dhe teknologji kibernetike dhe natyrisht duke krijuar aleanca strategjike të cilat shihet se si i krijon Izraeli viteve të fundit, me Greqinë, me Çipron, me Kazakistanin, të cilin e futën si pjesë jashtëlindjes së mesme në marrëveshjen e Abrahamit, që ishte një shok i vërtet për Ankaran zyrtare. Fuqitë rajonale nuk po mjaftohen vetëm me mbrojtjen e territoreve të tyre, por për shkak të rëndësisë e përsëris për të dytën e të tretën herë, por si synojnë të kontrollojnë mjedise strategjike për rreth vetes e ndoshta ndonjëherë edhe për të detrave dhe oqeaneve në botë. Raportet turko-izraelite. Midis viteve 1948, kur themelohet Izraeli, deri në vitet 1990, Turqia ka qenë shteti i parë me shumicë muslimane që ka njoft Izraelin vitin 1949. Pastaj me njerë vje Irani. Që ky veprim nuk ka qenë i rastësishëm dhe nuk do të lexuar nga perspektiva nga syni i tanishëm, i vitit 2025-2026. Në kontekst të luftës së ftohtë, Ankaraja zyrtare me këmbgulsi ishte orientuar hapur drejt perëndimit. Pas njohjes së Izraelit në vitin 1952, pason antarësimi i saj në NATO dhe forcimi deri në nivele të qelikta, të them figurativisht, midis Turqisë dhe vendeve perëndimore. Për vite të tëra, marrëdhëniet midis Turqisë dhe Izraelit kanë bet të qëndrueshme falë që tyne dy veprimeve të Turqisë, megjithatë asnjëherë në nivele sa do t'i dëmtonin thellë interesat arabe. Të dy shtetet nga 49 e deri në 1990 kanë pas interesat të përbashkëta, cilat kanë qenë afërsia e tyre e njëjtë, ndoshta dhe e thellë po aq me SHBA-n,
Turqia dhe Izraeli kanë pas shqetësimet e tyre të përbashkëta ndaj nacionalizmit arab radikal, i dini luftat arabe kundër Izraelit, pastaj kundërshtimet që ishin ndaj ndikimit të bashkimit sovjetik në rajon. Më tepër se njëherë ju kam shpjeguar këto, miq të dashur, rolin e Turqisë nga pas lufta e dytë botërore deri në vitin 1974, çfarë ka pas? Ka qenë pararoj e ndalimit të deportimit të komunizmit rus ka ujrat e nxehtë. Kur prishen me Evropën për shkak të intervenimit turk në Çipro dhe për shkak të embargove të vazhdueshme më pastaj që ja vendosin Turqisë si reakcione ndaj intervenimit të saj në Çipro, në vitin 1979 vje Homeini, pushtimi i Afganistanit, gjatë kësaj kohe brenda këto vrasja e Enver el-Sadatit, një mik i përbetuar i Amerikës, pastaj shtrirja e bashkimit sovjetik në, jo vetëm në Afganistan, por edhe në për vendet të tjera të arabe dhe një çmontim i politikave ndërkombëtare në përmasa sa bota hala është duke i paguar shtrenjt t'i quaj ato gabime perëndimore që janë bërë ndaj Turqisë. Prandaj po them se Turqia së bashku me Izraelin kanë bashkëpunu të quaj parandalimin e rrezikshëm të komunizmit edhe më të rrezikshëm drejt rajonit të lindjes së mesme. Nga vitin 1990 deri në vitin 2010, rënja e bashkimit sovjetik krijon kushte të reja. Në vitin 1990, marrëdhënia turko-izraelite arrin nivelin më të lartë historik. Në praktik, Turqia dhe Izraeli shndrohen në dy shtyllat kryesore të arkitekturës jo vetëm politike amerikane, por të arkitekturës pro-perëndimore në lindjen e mesme. Deri në ato përmasa, ato nivele, ku shumë analist shkruajnë në për revista periodik, të cilët një numër prej tyre i kam edhe në bibliotekën time, shkruanin analist të njohur se raportet turko-izraelite ma deri në ditën e fundit janë të pakthyeshme dhe të pathyeshme. Megjithatë, çka ndodhi? Ngritja e AKP-s në pushtet në vitin 2002 solli menjëherë shenjat e para të ndryshimit dhe të tensioneve me Izraelin. Që në vitet e para marrëdhëniet fillojnë të tendosen, ku më pastaj në vitin 2009 ju kujtohet Erdogan arrin deri në ato përmasa sa t'ja kap gishtin moderatorit duke i thënë one minute edhe Peresit. Presidenta që ka qenë, po president në të kohë, se ka qenë edhe kryeministër Izraelit, Peresit. Nga ai moment, për herë të parë, një lider i madh, i një shteti alat të perëndimit sfidohet publikisht para botës. Në vitin 2010 pason ngjarja e Mavi Marmara. Pas kësaj, miq, fillon tensionim në përmasa që po flasëm ne sot edhe për një rrezik të mundshëm të luftës. Kur zbulohet nafta dhe gazi në ujrat lindor të Mesdheut, Franca e ndihmuar
nga ushtria, nga Izraeli, të them, e merë guximin dhe i nis 3 anije luftarake drejt ujrave të Turqisë. Vetëm një insistim, jo, po një seriozitet që shihet në gjuhën e politikanëve të Turqisë, vetëm pas këtij serioziteti që shihet, Franca detyrohet kok ulur ti tërheq anijet e veta dhe të qetësohet situata deri diko. Përfundimisht, çfarë mund të ndodh në këto situata miq? Unë e shoh kështu. Turqia si vend i NATO-s, antare e NATO-s. Izraeli si një mik kaq i rëndësishëm dhe alat kaq i rëndësishëm i shëbave. Po, sot nuk ka shenja serioze të renditjes së ushtrive, të dhezjes së motorëve të aeroplanëve për të sulmuar njëri tjetrin. Por, bazuar në fakte historike, bazuar në atë që e thash deri më tani, si analizë e këtyre raporteve, shumë herë ka ndodhur që rivalitetet e ndryshme, ekonomike, në rastin konkret të këtyre dy vendeve, rivalitetet të interesave strategjike, nëse nesër jo një ditë me patjetër e kanë nxit konfliktin frontal. Turqia nuk është e interesuar për këtë, mendoj se nuk është e interesuar as Izraeli, por pretendimet izraelite për të shtri deri te lumi Eufrat edhe më tutje e në të ardhmen edhe më qartë do të jetë si shpallje lufte ndaj Republikës së Turqisë. Deri në një analizë tjetër, miropafshim.